Selia e Partisë Demokratike, do të shkojmë në një tjetër lidhje drejt për drejt, në një tjetër raportim, tani në fakt me kolegu Nigli Çelmeta për një ngjarje e rëndë, e cila ka ndodhur 3 ditë më parë në një nga lokalet e bllokut, ku një 41 vjeçar është masakruar me thik duke u qelluar 27 herë nga 2 persona të pa identifikuar. Familjarët kanë bërë kallëzim në komisariatin nr. 2 të policisë, janë dhënë deklarata në polici, por edhe pse ka 3 ditë nga ngjarja, Policia e Tiranës nuk ka dhënë asnjë njoftim për ngjarjen. Lidhe me gazetarin Nigli Çelmeta, i cili ka siguruar edhe pamje nga vendi i ngjarjes, të cilat ne i kemi përcjell që prej edicionit informativ të orës 11. Igli, përshëndetje. Përshëndetje Nisita, janë zbardhur detajet e reja lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur 3 ditë më parë në një nga lokalet e zonës së bllokut, ku 41 vjeçari Ed Dorzi u sulmua brutalisht duke u qelluar rreth 27 herë me thik. Rreth dinamikës së ngjarjes kam arritur të marr informacione të reja se si ka ndodhur ngjarja brenda ambienteve të lokalit në zonën e bllokut. 41 vjeçari Ed Dorzi ka qenë i pranishëm bashkë me një person tjetër në ambientet e brendshme të lokalit, i ulur në tavolinë duke pirë kafe. Më pas 2 persona që e kanë sulmuar janë ulur në tavolinë, pasi janë të njohur dhe 41 vjeçari i njeh të 2 persona që e kanë sulmuar, më pas kanë ulur në tavolinë dhe i kanë thënë personit tjetër që të dalë jashtë që t'i blejë cigare. Personi tjetër është larguar nga tavolina dhe ka dalë jashtë. Në momentin që ky person ka dalë jashtë, 2 personat kanë sulmuar brutalisht duke e qelluar plot 27 herë me thik 41 vjeçarin Ed Dorzi dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes. Theksoj faktin që ambientet e lokalit janë me kamera sigurie dhe autorët janë filmuar në momentin që kanë sulmuar 41 vjeçarin, i cili ka dalë vetë jashtë ambienteve të lokalit dhe më pas kanë qenë kalimtar të rastit, të cilët kanë telefonuar policinë dhe ambulancën për ta dërguar në spital personin e plagosur. Sa i përket reagimit të sotëm nga Policia e Tiranës rreth ngjarjes, duke dhënë një sqarim sepse nuk e kanë bërë publike ngjarjen, Policia e Tiranës thotë se ngjarja nuk u bë publike për arsye hetimi për të identifikuar autorët e ngjarjes. Por e vërteta është krye ndryshe. News 24 ka mësuar se ditën e ngjarjes në 21 janar, oficeri i policisë gjyqësore i ka marrë deklaratë të plagosurit në spital, madje ka qenë në reanimacion dhe i plagosi ka deklaruar dhe ka dhënë emrat e personave që e kanë sulmuar. Madje ka dhënë emrat e saktë të tyre dhe se si janë afruar dhe gjithë dinamikën e ngjarjes. Pra Policia e Tiranës ka pasur informacion dhe ka identifikuar autorët që ditën e ngjarjes dhe pamjet filmike tregojnë qartë se kush janë personat e ngjarjes dhe bie alibia që ngjarja nuk është bërë publike për shkak se duhet të identifikohen autorët. Igli, të pyes, sepse 27 herë e goditura me thik janë tepër, apo jo? Nuk është se ka marrë plag në organe jetësore, e di që gjendja është e rëndë edhe pamjet e tregonin një gjerrderdhje të madhe, por cila është situata shëndetësore për të përqendruar pak në te kjo? Nga komunikime që kanë pasur me familjar të 41 vjeçarit dhe me vetë 41 vjeçarin, ai ndodhet në gjendje kritike pasi ka marrë goditje të shumta me thik, janë plot 27 goditje në trup, në të dyja këmbët, në bark dhe në pjesë të ndryshme të trupit, por fatmirësisht nuk ka pasur goditje fatale për rrezik për jetën. Por 41 vjeçari nuk lëviz dot as këmbët dhe as duar dhe rrezikon të mbetet i paralizuar nga goditjet e shumta që ka marrë me thik, pasi goditjet kanë prekur tendinat e këmbëve dhe të duarve. Po, çfarë thonë të afërmit, familjarët, madje edhe në momentin që u bë publike si ngjarje prej te Igli, po kështu edhe policia? Pas bërjes publike të ngjarjes, nga komunikime që kanë pasur me familjarët e 41 vjeçarit, ato bëjnë me dije se ishin të habitur sepse kjo ngjarje nuk ishte bërë publike dhe pse reagimi i policisë së shtetit më pas ishte që ngjarja nuk është bërë publike për identifikimin e autorëve, pasi autorët kanë qenë të identifikuar që ditën që ka ndodhur ngjarja, 2 orë pas ngjarjes, theksoj se faktin që ngjarja ka ndodhur në mes të ditës në kryeqytet rreth orës 12 së shtunës së datës 21 janar dhe ka qenë një ngjarje e parë nga të gjithë banorët dhe kalimtarët në vendin e ngjarjes, në një nga lokalet më të frekuentuar të zonës së bllokut dhe sipas familjarëve ato prisin që autorët arrestonin, por jo vetëm kaq, ende ngjarja nuk ishte bërë publike dhe policia nuk kishte një reagim zyrtar rreth ngjarjes. Dhe pas komunikimeve që kanë pasur, pas përbërjes publik të lajmit, familjarët kanë deklaruar faktin që pse policia kishte këtë reagim duke thënë që për identifikimin e autorëve nuk është bërë publike. Madje ato kishin edhe deklaratën para oficerit të policisë gjyqësore, ku vetë i dëmtuar i plagosuri më tha që ka qenë në reanimacion kur është marrë deklaratë dhe ka deklaruar që personat që kanë sulmuar i njëjtë dhe i ka ulur në tavolinë për t'i dhënë kafe dhe pasi është larguar personi tjetër që ka qenë në tavolinë me të, e kanë sulmuar brutalisht duke goditur me thik rreth 27 herë. Sipas deklaratës së të plagosurit, ai nuk ka konflikte me njëri dhe nuk e di pse i ka ndodhur kjo ngjarje apo ka pasur konflikte të mëparshme me 2 personat që e kanë sulmuar.
Igli, faleminderit për gjithë informacionin që përcolla. Faleminderit juve. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare.